Përshëndetje për fjalën zoti kryesues, të nderuar këshilltar, përshëndetje për të gjithë pranishmit. Para se të ndalem në raportin e punës për vitin 2025, do të bëjmë një reagim lidhur me gjatëfimujt që ka ndodhur në shkollat fillore të mesme të ulët, Feta Sulejmani në Dragash. Për disa unë e duku pëngova do të të raporti, më së shëstojnë. Për disa ditë më radhë në kushte me temperaturë të ulta nuk ka funksionuar ngroja pra në shkollë. Nxënësit janë detyruar të zhvillojnë procese mësimore në kushte të papërshtatshme. Kjo nuk është thjesht një problem teknik, por është një dështim institucional. Është e pamundur që në këtë vit që jemi të mos sigurohet kushte minimale për zhvillimin e mësimit. Kur nuk garantohet as ngroja, atëherë çdo diskutim për cilësinë e arsimit bëhet i pavlefshëm. Andaj i kam disa pyetje të drejtë për drejta, ku ka qenë drejtoria e arsimit në këtë rast? Pse nuk është parandaluar kjo situatë? Dhe kush mban përgjegjësi për këtë neglizhancë? Duke kthyer në raportin e punës për vitin 2025, po ashtu do të ndalem tek drejtoria e arsimit, që mendoj se është një sektor jetik për zhvillimin e komunës tonë. Ky raport, për fat keq, më shumë paraqet një listë të gjatë problemesh, sesa një pasqyrë të rezultateve konkrete. Ajo që është më shqetësuese është fakti se shumica e këtyre sfidave nuk janë të reja, por ato janë të njëjta që po përsëriten vit pas viti. Vetë drejtoria pranon mungesë të stafit arsimor, zëvendësime të stërgjatra, probleme me pagesa, mungesat e psikologëve dhe asistentëve për fëmijë me nevoja të veçanta. Kjo tregon qartë se kemi një mungesë menaxhimi efektiv dhe një plan serioz për zgjidhje. Andaj shtoj pyetjet, ku janë rezultatet? Si është e mundur që në vitin 2025 ende kemi angazhime pa pagesë në arsim? Pse nuk janë plotësuar pozitat për psikolog dhe staf mbështetës në shkolla? Dhe çfarë është bërë konkretisht për të ndaluar rënien e numrit të nxënësve? Nderuar drejtor, qytetarët nuk kanë nevojë për raporte që vetëm përshkruajnë problemet. Ata presin zgjidhje konkrete dhe përgjegjësi institucionale. Për vitin 2026 mendoj se është e domosdoshme të ketë një plan të qartë dhe të matshëm për plotësimin e stafit profesional, të ndalohet menjëherë praktika e angazhimeve pa pagesë, të sigurohen mbështetje reale për fëmijët me nevoja të veçanta, dhe të ketë fokus në cilësinë e arsimit dhe jo vetëm në administrimin e përditshëm. Jo më pak e rëndësishme është edhe çështja e qertës, që më shumë do të flas për orarin që është e kufizuar, ta kemi vetëm për 2 apo 3 orësh. Kjo as pak nuk i përgjigjet nevojave reale të fëmijëve. Është e papranueshme në kohën kur shumica e familjarëve janë me angazhime në punë. Institucionet nuk mund të funksionojnë me logjikën e minimumit të mundshëm. Ato duhet të ofrojnë shërbime që realisht i shërbejnë qytetarëve. Kërkesa ime është që në planin për vitin 2026 të shërbohet seriozisht zgjatja e orarit së qëndrimit tek këtyre fëmijëve, minimumi 4 deri në 6 orë. I nderuar drejtor, nëse vazhdohet në këtë çështje, rrezikohet se arsimin e punën tonë do të mbetet në rast numërim. Andaj është koha për më shumë përgjegjësi, me pak aktivitete dhe me tepër rezultate konkrete. Para se të përfundoj fjalimin tim në këtë pikë të analitikës, dua të ngreja një shqetësim që më vjen gjithnjëherë shpesh nga mësimdhënësi. Mënyra se si ata trajtohen në shkolla, dhe mungesa mbështetjes institucionale për mbrojtjen e autoritetit dhe disiplinës në procesin mësimor. Një sistem arsimor nuk mund të funksionojë siç duhet nëse mësimdhënësit nuk ndihen të respektuar dhe të mbështetur në punën e tyre të përditshme. Edhe për këtë çështje, për fat keq nuk shoh masa konkrete në planin e punës për vitin 2026. Uroj që këto të një reparacion nga drejtoria e arsimit. Ju falenderoj personale.